Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur, mirë se po takohemi në një epizod tjetër, por kësaj here në muajin italian të emisionit Pasion e Profesion. Po shpresoj që çdo herë ju sjellim receta interesante të cilat mund t'i përgatisni edhe në shtëpitë e juaja. Pra kemi bërë diçka krejt ndryshe, po udhtojmë në vende të ndryshme dhe po ju sjellim edhe kuzhinierët po nga ato vende. Por, si gjithmonë, edhe Andi do jetë pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Para se të kalojmë të shohim se çfarë specialiteti ka përgatitur kuzhinieri jon Andi, është koha që të falenderoj Podravkën, si gjithmonë, e cila mundson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ndjekim së bashku pra Andin, recetën e përgatitur nga Andin dhe pastaj rikthehemi më njëherë në studio. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Sot kemi vendosur me bëni një recetë pak më ndryshe, është një fileto pule me salcë kosi dhe me hudër. Po para se me nisë recetën duhet të rreguloj diçka të re. Podravka si zakonisht pamjen e bën me të re, por shija mbetet origjinale dhe njëjtë. Kjo është pamja më e re e vegetës së Podravkës, të cilën e përdorim na gjithmonë edhe në çdo shtëpi dhe në çdo emision të Pasion e Profesion. Këto mund të gjetë në supermarkete me pamje të re, po shija origjinale si gjithmonë. Nëse na po vazhdojmë në pamjen e recetës, na duhet mishi pulës i freskët. Ndajmë 4 copë. Atëherë ne kemi vendosur për ngrohje, derisa ne praj mishin. Marinojmë mishin. Sa mishi bëhet gati, ne bëjmë gati salcën. Ndoqëm pra së bashku edhe specialitetin e përgatitur nga Andi, recetën e Andit, cilën e kemi quajtur kështu, e tash është koha që të shihni udhëtimin ton për në Itali. Pra, po shpresoj që keni me marrë shumë gjëra të bukura dhe keni me pa pamje të bukura të qytetit të Milanos në Itali dhe po rikthehemi këtu me njëherë në studio me kuzhinierët të cilët i kemi sjell po nga Italia.
Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, jemi pra në Milano, në Itali, po e vazhdojmë këtë sezon me konceptin e ri të emisionit në disa vende të ndryshme, e tash radhën e ka edhe muaji i Italisë, pra Milano. Jemi me këtë pamje fantastik këtu tek katedralja Duomo di Milano. Ne do vizitojmë sot një restorant të një shqiptari shumë të famshëm këtu në Milano. Se cili është ai, pra zbulojmë vetëm pas pak, qëndroni me mua sepse do mahniteni me ushqimet që i përgatit ai, por edhe me historinë se si ka filluar ai në këtë punë. Shikues dashur, ju tregova më herët që do bëjmë një vizitë këtu në Milano tek një restorant i një shqiptari. Ne jemi këtu tek Procaccini. Do bëjmë intervistë bashkë me Emin Hazirin, i cili na ka prit këtu në restorantin e tij. Emin, faleminderit shumë që gjete kohë dhe na u bashkove kështu për një intervistë të shkurtë, por që edhe na mirëpritet kaq mirë këtu. Faleminderit tonëve. Pra, Emin Hazirin keni mujtë edhe me e pa në disa vende të ndryshme, por gjithashtu edhe ndoshta nëse ju ka rastis me ardhur këtu në Milano, keni ardhur edhe në restorantin e tij. Emin, a mundesh më na tregu pak se si kanë qenë fillimet tua, si vendose spari me u bë kuzhinier? Okej, edhe unë jam i Kosovës me 2002 si jam marrë këtu në Itali, edhe piqetu i tani ja kom nisë jena orë këtu me familje krejt, si tonë shqiptarët vinë këtu në Itali, ja nisim me organizu pak jetën e vetë, okej? Edhe tani jam boj madhe, kom kry shkollën, edhe ja kom nisu, ja kom fillu kuzhinës. Kom pos dëshirë më bo o futbol o kuzhinë. Okej, jam shku të moma i kom thonë qështë po kam qef më bo futbolist o kuzhinjer, e jas kesh qef, se ka pos qef më bo në doktor. Okej, piqetu i tani ja kom nisë, ja kom fillu, se kom pos qef më bo kuzhinjer shumë, edhe ja kom nisë me fillu kuzhinës. Por në vetë si ja kom nisë me në shkollë, a i profesori kuzhinës u shku i ka thonë më mes tem, si që këtë djollë jëtë s'ka më bo kur kuzhinjer. Ua, më me o kënaqke, si të ashtë theke, si keme në ro shkollën, e keme në bo tjera sene. Okej, unë i thash më mes, thash pe kry që të vetë kështu se hupe, edhe tani, po shkoj më bo doktor, që ki qefte. Piqetu i tani one kom kry shkollën kuzhinës, ku i kom pos 18 vjetë, tani jam shku, ja kom fillu me punu. Ka dal dole, që jam shku veç Michelin star, okej? Kom pos dëshirë mu bo dikosh i fort, dikosh maj mire, okej? Qaj ja kom pos edhe pari dëshirë me janëru jetën familjes teme, okej? Se kom vi pi Kosovës, vini këtu në Itali, ka dal dole, si të në shqiptarë, se vini për zerës krejt. Edhe se në me pare o konë se me janëru jetën familjes, qaja o konë. E qaja është ditëm ditë si që në sabah edhe kam qef me shku për para. Po, a na tregon ma shumë rreth fëmijët edhe përvojës tonë në kuzhinë që i pas deri tash? Ja kom nisu nëse kom kry shkollën, ja kom nisu me punu me top chef, Michelin star. 2-3 ylla, okej? Edhe tani
Ja kom nisë 24 vjetë, jam bone vetë shef. Më ka thirrë një shef I jemi se është Cannavacciuolo, big chef këtu në Itali. Edhe më ka thonë merre që të ven këtu, restorantin tem, e në që ti bet i shka dush. 24 vjetë jam bone shef, 25 vjetë ku morrone yllën, Michelin star, edhe besoj se veçone jam pikësues Michelin star, okej? Edhe tani qashtu ja kom nisone vetë më konë shef. Tash ne kena qil restorantin tem këtu në Milano, kjo është edhe restoranti jem Procaccini, edhe jena të punu për me mora pet Michelin star këtu në Milano. Cilat janë fjalët e nanës tash, kur të e sheh suksesin tënd? Edhe pse ndoshta në fillimet ka thonë jo, duhesh më bo diçka tjetër me kry shkollën, me u bo doktor ndoshta. Cilat janë fjalët tash edhe si ndihet ajo kur e sheh këtë suksesin tënd? Po tash është e knasht, shumë e knasht, normal, po e besoj se s'është kallaj më bo kuzhinier, se do të ki shumë sene, ki shumë do të më ndrejsh gjithë i mrena, do të më ndrejsh senet si restorantit, kuzhines, edhe moma si tonë prend kanë qef ma shumë për me bo për fëmi, okej? Edhe aja s'ka menu ma spori se në e mboh në Michelin star, shef I fort, e për qata. Po tash është e knasht. Po, cili është specialiteti juaj edhe çka e bën ato më të veçantë? A mundesh më na tregu? Specialiteti është, okej, peshk, okej, pasta, që thirrën këtu në Itali, shpaghetti, okej, që të janë senet si kam qef mi bo, dhe kuzhina jem është ma shumë Itali, se në këtu jam goti jam lidh këtu, këtu po 7 vjetë jam këtu në Itali, e gjithë kom su kuzhinë italian, okej? E për që ata është shumë me merë kuzhinën e Italisë. Po besoj që ka edhe pjata që I keni përgatitur jo edhe janë bo shumë të njohura. Okej, po, është një pjatë që bo shumë top pjatë, okej? Dhe me thonë se është një, që me thonë, më ka një vogël të moma I kesh pas, I ka gjithë, ka qef lullat, okej? I nërejq që janë ata në vazo lullat, okej? E piqetuit e kom bo një pjatë se dhe me thonë se është si më konë një lullë. Po, Emir, a mundesh më na tregu se cilat kanë qenë sfidat më të mëdha deri tash që I ke kalu? Sfida më e madhe është puna se ku t'ja nisë pit zeros, okej, edhe I ki 18 vjetë, so kallaj, okej, me të mojt një fokus, me të mojt një ditëm-dit, okej, s'është një punë se është e letë, e tani, shumë thujnë tani, ja nisën punës, jam kuzhinier, bëna kuzhinier, okej, po është një punë si të qetë shumë sfide për para, okej, e qa është ma e me mojt, okej, ditëm dit, më konë gjithë me I fort, ditëm dit me mësu dishen ma shumë, qa jo është sfida me madhe. Po çka e bën një restorant vërtet I bukur Procaccini, por gjithashtu edhe me ushqim po dihet po. Kemi të bëjmë me një master, me një Michelin star. Pra, a mundesh më na tregu se çka e bën më të veçantë restorantin tënd, Procaccinin? Okej. Ma restoranti Procaccini është da me bon është një restorant se ka fine dining, okej? Ti ki 3 minutë degustacion, sikur Michelin star, po kena qef me marrë Michelin star që vetë këtu në Milano. Tani kena edhe një tjetër sen, si da me thonë se menu à la carte, se njëri mundet me orë këtu mesh me hongër o një peshk, o një mesh Kleopes, një Fiorentin, ki shumë sene, okej, s'ki veç fine dining. Po, qysh e bën për zgjedhjen e menys? Edhe qysh e përshtatni ndoshta edhe për klientët? Okej, menu one vetëm vetë 3 herë, 4 herë e në rrej menu, okej. E këshyri stagjionalità e qako në verdur, në sen, e këshyri që ato, tani ka dole vetëm dolin pjatat qështu. Këtë kam në ide e shkrujdi një liber, edhe tani të piqatuti janë se bojnë tasting, bojnë aprove, bojnë qështu.
Po tash sa vite je edhe në këtë industri, po a mundesh me na tregu si vren ti ato dallimet që kanë ndodhur tek restorantet në këtë industri prej kohës kur ke fillu deri tash? Tash jena kështu se projekti Procaccini da me thonë se kena mi qelë 12 restoranta qështu. Ideja jonë jena 2 vetë këto, se jena pranor, okej? Edhe ideja jonë është me ndreqë 12 Procaccini fine dining. Okej, e tani tash ti kena me qelë edhe një tjetër restorant këtu në Milano, si është ma pastisserie, okej? Vjen nisëm për pastisserisë e një light lunch ma e shpejt, nuk jena fine dining se Procaccini, po që qështu është ma e kadole, okej? Ideja jonë është me qilë 12 Procaccini, që ajo është ideja. Do thotë ardhmja e restorantit qenë ka vërtet një ardhme e ndritur, ashtu, me 12 pika, por edhe në pritje të një Michelin star. Kismeti, somë. Min faleminderit shumë që gjete kohë dhe faleminderit shumë që na prite këtu në Procaccini. Është vërtet ndër dhe kënaqësi me pas këtë bisedë bashkë me ty. Faleminderit shumë. Shikues dashur, e ndoqëm së bashku udhëtimin ton për në Itali, për në Milano, e tash shkuar për një blok të marketingut dhe qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do i kemi këtu 2 kushinjerët nga Italia. Shikues dashur, u rikthyem nga bloku i marketingut e tash është koha me i mirëprit të 2 kushinjerët. E kemi një italian dhe një shqiptar. I mirëpresim pra në studion e Pasion e Profesion, Roberton dhe Edonin. Hey, Ani. Hi, welcome. Nice to Roberto, meet you. nice to meet you Nice too. to meet you, Ani. Edon, mirë se erdhe. Faleminderit. Sa mirë me fol edhe shqip, po edhe anglisht bashkë me Roberton, po njëkohësisht edhe ju dy muni me bu muhabet italisht, veç që mos me foli diçka keq për mu. You can talk in Italian. I can talk in Italian. With Edon. You can continue in your places. Edon, mundeni ma vazhdu. Faleminderit. Sa mirë me pas një italian dhe një shqiptar. Në muajin italian në Pasion e Profesion. Edon, si kalove? Faleminderit shumë që ke ardhur. Jo, faleminderit për juve. Valloj, kalova shumë mirë edhe erdha këtu Apo që kënaqesh? transmision. Po, normal. Me ardhë çdo herë kënaqem në Kosovë. Sa gjen kohë dhe vjen në Kosovë për Italis? Edoni jeton dhe ka një restorant në Lake Como, në liçenin e Komos, ose në Lago di Como, po e thëmë kështu në të 3 gjutë. Një restorant me ushqim shumë të mirë, cilin ne kemi vizitu dhe do e shihni pra gjatë javëve në vazhdim vizitën tonë tek restoranti i Edonit. Edon, sa gjen kohë në bazë të angazhimeve me ardhë në Kosovë dhe me shiu kohën këtu në Kosovë? Unë vjen me ra 3-4 herë në vjetë, qështu. me Do nejt. gjatë shpesh. Po. Tani. Roberto, Hi. do you like Kosovo? Pristina? Yes, but it's my first time here, Yeah. so only one day.
and we appreciate very well the cuisine of Kosovo yesterday in the night. But I hope tomorrow I can go to go to seaside of Pristina. Okay, but what did you like yesterday to eat? Food. Which food? We eat. Did you try something traditional? Yep, we go. I don't remember the name of the Okay. restaurant, but it's a typical Kosovo restaurant, and I don't know the name of the plate with lamb. Okay. Then a cheese baked in the oven with tomato and olive. Okay, so you enjoyed it? Yep. Okay, so glad to hear that. E Don, po çka kime përgatit sot? Sot kina me pregadit një tagliolini Okay. me misoltino. Misoltino është peshk i liçen, Okay. edhe shumë i mirë. Është A është peshk i liçenit komës ajo? po, i komës. Okay. Edhe është sikur smoked fish. Okay. Pra na ka sjellë edhe peshku nga liçeni i komës këtu në Kosovë. Çfarë kënaqësie. Roberto, but what are you doing today? We prepare a signature dishes of Domish, our restaurant. That is tartar, a beef tartar, that we served on a bone, and we put also hibiscus sauce, because we like to play with the different texture of the food, with different taste. So the acidity of the hibiscus clean your mouth Okay. about the fat of the marrow and the meat. Okay, so you can take all your products there. Yep. Pra të këndi i ETC-s, e donë edhe ti mundesh me i marrë të gjitha produktet që duen, edhe veç me fillu pra me përgatitjen e pjatëve. After you take the products, you can start with the plate. Preparing the plate. Pra shikues dashur, Roberto dhe Edoni po i marrin produktet tek këndi i ETC-s. Po ju tregoj edhe juve që tek ETC-ja mundeni me gjetë të gjitha produktet e mundshme, si ato higjienike për shtëpitë juaja, por gjithashtu edhe ushqimore, me çmime shumë të vëlefshme, kështu që nxitoni edhe merrni të gjitha produktet që ju duan atje. Okay, so we are ready. Jemi gati, Edona, po? Jemi gati. Po, Falna diçka në italisht, Edon. sì, siamo pronti. Hajde me zi po presë edhe me pa këtë peshkun e liçenit të komës. Me çka kime fillu, Edon? Kam e fillu se me pjek pak, në pjastër pak, edhe me tagliolini me shti me pjek tagliolini, tani me bë paston edhe me shti në pjatën. Okej, po ke harru edhe diçka. E ke harru kryesorën. Normal, Pasta nga normal. PNK, që s'bën me i harru asisjo, Edon. Pasta e pjeki, ma e mirë. Ku je nis pastat? Jo, me mirë e ki. So, Roberto, you already started, I think. Yep. Can you tell us how did you choose to become a chef? How it all started? You know, I grew in a very big family. We are in 15 uncle, cousin, and from when I was a child, I will see my grandmother to prepare the food for all the family, and I have you know, a picture in my mind that my grandmother is very short. Okay. And she take like a chair and upstairs to prepare the food. This one is something that I take in my heart, and I think that is for her that I start to love the kitchen, the food. Okay. This reason. But did she have the chance to see you doing this job or no? No. Okay. So you all do it in her favor, I think. Yeah. Now. Yeah. But what about school? Did you learn something in school? It's Did you yeah, choose it's to very strange my story, because I start to study for to be a waiter. Okay. You know? But I start to work like a waiter, but I don't like so much the people, because a lot of time they are not kindly. So I prefer to work in the kitchen Yeah. and prepare the food for the people. This is the reason.
But you love it when people love your food, so. I hope so. E dojnë, po ti si vendose me u bu kuzhinjer, me u bu një shef? Kur jam koni vogël, më ka pëlqy me kuzhinu, me pregadit me hangër, me ambëlqi, qështo. Ava tani, u menu me vazhdu. E, si shkoj gjithë shka? E dim që babai ka ha biznesin në Lake Como dhe ju jeni bashkë ti bashkë me Donin, sepse edhe Donin e ki vlla kështu që është Egzoni. Më falj. Ja, s'ka lidhje. Egzoni. Edhe po. Edhe, s'ka lidhje se vlazen. Ajtë se njejtë. Prekësh. Ja, s'prek na heq. Bashkë me Egzonin, jeni bashku, pra i keni ndihmu edhe babit. Po. Po, a ke kry diçka shkollë që të ka ndihmu Po, edhe në shkollë për ambëlsi, edhe për kuzhinë. Okej. Mezi po pres edhe me pa, pra si çka po na përgatitni. Po shikues dashur, unë për momentin po ju ftoj që më na ndjek ende deri në fund të emisionit, por po shkëputemi për një blok të marketingut, qëndroni me ne pra, edhe rikthehemi me një herë. Apo she. Po rikthehemi me një herë këtu në studio prapë. Shikues dashur, u rikthyem pra pas blokut të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Dojna, ki nevoj për ndim diçka? Po, ako mundësi na i biber. Okej, po që me një are. Kemi piperin nga Podravka. Të gjitha erzat pra i kemi nga Podravka, e cila është normalisht që në shtëpit tona nuk mundet me pas. Do një recet e cila nuk përgatitet Shumë faleminderi. Kështu që edhe këtu në studio kemi gjitha nga Podravka. A, është e dura, që po. Po, që s'duhet, faleminderi. Alo dhe këto e këton. Roberto, how is everything going? Good. Now I will show you something splatter. Okay. Can't wait to see it. Yep. So this one is the hibiscus gel. So it's very interesting. Like a blood drop. So you made this with Podravka tea, right? Yep. Okay. Pra, Roberto ka përdor çajin e Podravkës për të bërë këtë specialitet, por gjithashtu dhe gjitha erzat dhe gjitha produktet tjera nga Podravka. Roberto, Yes. so this is almost done, I think, right? Yes. Okay. We are only to put. Pra, Roberto gjithashtu, shikues dashur, punon, është shef në Domesh. Restauranti pra gjendet në Milano, të cilin e kemi vizituar. Domesh është një restorant i cili përveç se është një ambient tejet i bukur, ushqimin normalisht që ka shumë të shishëm, por gjithashtu edhe Roberti besoj që e vlerëson shumë që punon tek Domesh, do e pyesim pak edhe për eksperiencën e tij të punës atje. So, Roberto, I was telling for everyone who is watching the show that you work at Domesh. Yes. Can you tell us something about your experience there? In Domish? Yes. Well, it's a very important experience in my business life because it's the first time that I work with the parrilla, meat on the wood, on the charcoal. Okay. And I appreciate this work because I can see a lot of different of meat, very important meat. And it was something that I never do in my career. So I think that is an important step to grow for a chef.
Yeah, of course. Pra, do mish në Milano, do mish, emrin shqip në mes të Milanos. So, what was your first job? My first job was in a golf club, always in Milan. And your first job at any restaurant? Or you were always a chef? no, you know, when you start to make this job, you start to peel the potatoes. Okay. So you have to wait Okay. a lot of time to become a chef. And I start there to prepare salad, sandwich, and similar. And then I got the opportunity to start to work in the kitchen, like a pastry chef. Okay. And so it was the beginning of my career. Okay. So I can wait to try this plate because it looks very good. E dojmë si po të shkon ty deri tash? Shumë mirë, faleminderi. Papo na tregon pak më shumë rreth restorantit në Lake Como, Piazza Roma. Çfarë ushqime keni? Na e kina ushqim italian, kuzhina italiane, po e kina rivizitu do pjatat liçeni të Komos. Edhe që të sonte e kam. Pra, e kemi Një soltino është peshkë i liçeni Komos. Po, pra e kemi kënaqësinë që e doni me përgatit një recetë nga restoranti Piazza Roma në Como. Apo? A jam? Aman, perfekt. Unë edhe italishtja. E don, a mundesh më na tregu rreth punës të parë që e ki bo në kuzhinë? Punën e parë i kum la entë. Okej. Tani e kum vazhdu me ambëlsi, me pjatë ftofta, me pasta, tani me mish, me peshkë. Po, çush ka qenë ky rrugtim deri sot? A ka qenë e lehtë për ty? Në varët, ka njerë po, ka njerë jo. Që kjo është jetën e kuzhinës edhe restorante. Po, shumë mirë, ka marak. Shumë i mirë. Pra edhe Edoni e ka përfundu pjatën. Qa mirë po duket, si një Faleminderit. peshk. Roberto, you're done, I think. Yes. Okay, so you can come with me and we can go to Malvina there. Okay. Edon mundesh më ardhë dhe tim me pjatat e juaja. Dhe këtu jam unë me Malvinën. Pra, Malvina Pasku ka ardhur nga Italia, është pronare e domish. Malvina, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Qa kënaqësie me të pas këtu në Kosovë. Për herë të parë, do me thonë Malvina bashkë me bashkëshortin e saj, kanë ardhur për herë të parë në Kosovë për shkak të pasion e profesion. Është vërtet një kënaqësi me ju sjell këtu. Është shumë kënaqësi për ne, edhe na pëlqeu shumë Kosova, ishte shumë dëshirë, kënaqësi që erdhëm. A ishte si e keni mendu, apo ju doli më ndryshe? Ishte më e bukur se që mendoshim. Kështu që vizitat që kemi bërë në Kosovë na pëlqyen. Malvina, e kemi këtu edhe Roberton, i cili është shef në domish në restorantin tuaj në Milano. Si është Roberto në punë? Roberto është shumë serioz si shef, edhe është shumë këmbgulës për pjatat e tij, që do të bëhen në një farë mënyre, edhe pretendon shumë në vetveten e tij që pjatat të arrijnë në nivelin që ai do, që kërkon. Kisha do është që Roberto, por edhe Edoni me na tregu pak, me na spjegu precisin se si kanë ardhur deri te këto pjata. Do na pja përkthen italisht, ndëgjojmë pak italisht në këtë muaj në italian sot në studion e pasion e profesion. Aj, më bene, non ci sono problemi. Tregoj Robertos që duhet me na spjegu të gjithë pjatën që nga fillimi deri në fund, se si e ka përgatit. Allora, in poche parole, se ci puoi spiegare il piatto
che hai portato qui? In English or in Italiano? In English. In English. Better. We can translate that. Okay. So this is our tartare from Donish. We serve only on a bone with a hibiscus gel and caramelized, I don't remember in English, anacardi. It's not chestnut, but cashew. Okej. Cashew. Po. Rregull, pra, po e ti ju e dënë? Si e keni përgatit? E kina marrë pastën? Okay, Pajsna nga pjenki. E kina pjek pastën? Okej, deri që to jena. Edhe misultino është peshk i liçeni. Edhe është sikur smoked fish, edhe është shumë e rënë. Sikur me thonë anchovies. Little same, un po uguale. Edhe kina bë një pate, një procedurë franceze. Edhe kina bë salsën, edhe kina bë çik pjatën. Minzi po pres me i provu. Malvina, po i provojmë. Po. Ndoshta është ma mirë kështu me provu dhe pak pjatën e Edonit, sepse me pjatën e Robertos jeni mësu. Po ja undroj pak vendet, po i provojmë pra bashkë. Është kënaqësi e madhe me pas Malvina paskun këtu nga Domish. Shumë kënaqësi edhe për mua. Provoj edhe. Edhe s'ki. Shumë qëshme. Pa dyshim. Dy pjatat. E do më faleminderit shumë. Roberto, grazie. Prego. Por one, edhe pasu këture dy ushqimeve shumë të shishme, nuk muj pa e marrë edhe një manti nga Premium Bakery, sepse janë vërtet të shishme edhe që është ma mira që janë pak nxehta. A do një mantia? Po ja jap edhe një Robertos që me provu pak ushqim Do provare. tradicional. Thank you. Mantia nga Premium Bakery. Okej, faleminderit. Alvina? Faleminderit. Pra po e përmbyllim edhe këtu me mantia nga Premium Bakery, por gjithashtu mos harremi ju tregu që si gjithmonë e kemi edhe recetën e ëmbël të artës. E ndjekim bashkë dhe rikthehemi përsëri këtu në studio. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Përshëndetje, jemi sërish bashk, pra unë jam Marta. Sot do e përgatisim bashk një desert, një recet interesante, desert francez, pra crème brûlée. Po fillojmë me njerë me përgatitjen. Na duhen qumësht, pana, të kuq e vezëve dhe sheqeri. Fillimisht, qumështin dhe panën e vlojmë. Duhet kemi kujdes që mos të vlojë shumë, për shkak se krijon trashësi të madhe gjatë ftohjes kremit. Sa pana dhe qumshtit të nxehen, ne po e përgatisim vezët me sheqerin. Kemi 4 kuq të vezëve dhe 50 gram sheqer. Atëre i përzim përbërësit, do të të kuqet e vezëve me sheqerin dhe gjithmonë me sheqer vaniljen nga Podravka. Janë produktet, si që kam thënë, edhe në edicionet e tjera, cilësore, ku një pastiqeri nuk është e mirë pa produktet e Podravkës. Ato na ndihmojnë që ëmbëlsirat në dalin ashtu si çdojnë. Me që qumshti dhe pana kanë marrë nxehtësinë e duhur, tani e fikim zjarrin dhe e kalojmë gjithë masën ngadalë në vezët e tundura me sheqer dhe vanilje. Do të thotë, krem brûlée kalon në enët,
për pjekin. E gjithë masën duhet ta vëmë në kullojse që ta evitojmë vezën e cila mundet mos jetë tretë. Në këtë fazë, krem brûlet i pjekim ose zijem në banjomari në ujë. Kjo sepse na duhet që konzistenca të arrihet duke u pjek në temperaturë të ngadalshme dhe njëkohësisht duke u zije. Nuk duhet të jetë më shumë se gjysa dhe e fusim në furrë për 120 gradë për 1 orë. Pra, krem brûlé është pjekur, njëkohësisht siç tham është zier dhe tani e finalizojmë me sheqer të kaft ose sheqer kane. Do të thotë në këtë formë, japim një lugë dhe me ndihmën e pajisjes zjarri, do të thonë me flamandër, neve e djegim sheqerin duke e kriju një shtresë karameli. E cila e ndjejmë krokante, ndërsa kremi brenda është i butë dhe tekstura është mjaft delikate, që kombinohet shumë mirë me kremin brenda. Atëherë, me që kemi të gatshëm krem brûlé, unë kam kënaqësinë ta provoj dhe ta shohim se karamela a ka pasur sukses. Besoj që jemi okay me teksturën. Nëse përgatisni, ju bëft mirë. Shikues dashur, vendosim së bashku pra edhe recetën e artës, apo edhe që shpo e quaj unë, recetën e ëmbël të artës, një desert i cili mund ta përgatitni edhe në shtëpitë e juaja, por gjithashtu përshpresoj që të gjitha ushqimet që përgatiten në Pasion e Profesion e keni të lehtë të përgatitni edhe në shtëpitë e juaja. Unë dua të falenderoj si gjithmonë Podravkën, e cila mëson çdo herë realizimin e emisionit Pasion e Profesion. E ne shihemi përsëri javën e ardhshme me muajin italian. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.